Përshëndetje nxënës të dashur, po takohemi sërish në orën e gjuhës shqipe. Njësia për cilën do të flasim është tema dhe subjekti në veprën tregimet moçme shqiptare të autorit tonë të mirënjohur Mitrush Kuteli. Mitrush Kuteli, biografia. Mitrush Kuteli, emri i vërtet i të cilit është Dhimitër Pasko, lindi në Pogradec në vitin 1907. Mësimet e para i mori në vendlindje, ndërsa studimet e mesme në Selanik, derisa u diplomua në Bukuresht. Në vitin 1934 mori doktoratën në shkencat bankare dhe monetare. Për shkak të rezultateve të shkëlqyera në mësime dhe kapacitetit intelektual, u emërua drejtori i Bankës Nacionale të Rumanisë. Veç shkrimeve të shumta në shtypin e kohës, në fushën ekonomike dhe në atë letrare, Mitrush Kuteli botoi që në të gjallë 30 libra, ku shpaloset talenti dhe gjenia e tij krijuese si ekonomist e prozator, poet e folklorist, publicist e kritik letrar. Në krijimtarinë e tij zëvend edhe përkthimet, letërsisë i kushtoi kohën e pak që i mbeti nga puna e normuar e përkthimit. Mitrush Kuteli la një trashëgimi letrare të gjerë, të pasur, origjinale dhe për herë të freskët, sepse ishte mjeshtër i fjalës shqipe. Vdiq nga një infarkt më 4 maj të vitit 1967. Në pamje të dashur nxënës keni disa nga veprat e njohura të Mitrush Kutelit. Këto janë Net shqiptare, rrëfenja, Sulm e lot, poem, Tregime të moçme shqiptare, përshtatje në prozë, Balt nga kjo tokë, poema dhe vjersha, E madha është gjëma e mëkatit, novel, Pyll i gështenjave, poezi, Kujtesa dhe testamenti janë tekste autobiografike. Në këtë përmbledhje përfshihen tregimet Rozafati, Gjergje Lezalia, Besa e Konstantinit, Ymer Ag Ulqini, Muj dhe Zanat, Ajkuna Qan Omerin, Omeri i Ri, Shege Vllastari, Turku Rëmbeu një Arbëre, Skënderbeu dhe Balabani. Rrëfimet e vëllimit tregimet të moçme shqiptare të këtij autori janë rikallëzime të motiveve tona popullore, të baladave, të eposit të kreshnikëve dhe kohës së luftrave të gjata shqiptare-osmane. Autori ritregoi bukur dhe sakt motivet, heronjt, ngjarjet e folklorit. Merita kryesore e këtyre ritregimeve është se ngjarjet, personazhet, motivet dhe elementet mitologjike autori ka arritur t'i japë si krijesë të jetës dhe të historisë moçme shqiptare në një dritë të vërtetë, jashtë çdo mjegull e fantazie boshe. Bota e ritreguar nga Mitrush Kuteli është një botë tipike shqiptare, me heronj të vërtetshëm, me akte të larta njerëzore, me atmosferën epike, flladë lirike, por edhe me nota tragjike, madje edhe komike. Në pamje të dashur nxënës keni një tregim që është Rozafati, do t'i komentojmë gjatë kësaj ore disa nga tregimet që përmban përmbledhja. Rozafati. Tregimi Rozafati është njëra nga motivet më të dhimbshme të kohëve të mëhershme. Kjo ngjarje përket mitit mbi qëndrimin e këmbë të kështjellës së Rozafatit. Këtë kështjellë përmoratonin 3 vëllezër, mirë po, për qëndrimin e kësaj kështjelle, e cila shembej natën, duhej që në muret e saj të morosej e gjallë nusja e vëllait të vogël. Sakrifica e saj dhe mbajtja fjalës së vëllait të vogël ngrihet si ide themelore e legjendës së njohur të morosjes. Kjo legjendë është një baladë interesante që trajton në tërësi për masën legjendare. Besa e Konstantinit. Tregimi Besa e Konstantinit ngërthan në vetë historinë e 12 vëllezërve, të cilët kishin një motër të vetme. Ideja në këtë tekst ngritet mbi ligjen e pathyeshëm të Besës, të cilën ja jep nënës së tij Konstantini. Ai do t'ia sillte nënës vajzën sa herë që ajo të kishte nevojë për të. Pas një tragjedie familjare, të gjithë vëllezërit vdesin në luftë dhe nëna mbetet e vetme.
Aja shkon të varri Konstantinit, ja kujton premtimin e dhënë kohë më parë. Natën, Konstantini për të mbajtur besën që kishte dhënë nënës, ngrihet nga varri dhe sjell Dorontina në shtëpi, ndërsa vetë kthehet në varr përsëri. Legjenda tregon se si për të mbajtur fjalën e dhënë edhe të vdekurit ngrihen, pra të pamundurën e bëjnë të mundur. Kalojmë te një tekst tjetër, një tregim Ymer Agu Ulqini. Personazhi Ymer Aga në këtë ritregim të nesërmen e martesës e tij duhet të shkonte në luftë, derisa më pas bie rob i mbretit të Spanjës. Mirë po ai kishte dhënë fjalën gruas së tij se nëse nuk do të kthehej brenda 9 viteve, ajo kishte lejen e tij për të martuar me dikë tjetër. Derisa personazhi kryesor qëndron në burg, koha ecën duke mbushur kështu gati 9 vite. Atëherë Ymer Aga i merr leje bijes së mbretit dhe jep besën që nëse lirojnë të zgjedh problemet familjare, ai do të kthehej përsëri si rob i mbretit. Në ditën e kthimit në vendlindje, Ymer Aga rrugës takon dasmorët që përcjellnin gruan e tij për nuse. Meqenëse ai i bin dasmorët se kishte të drejtë të mbante nusën pasi që ajo ishte gruaja e tij. Pastaj Ymer Aga kthehet sërish në burgun e mbretit për të vazhduar dënimin. Mirëpo mbreti i befasuar për besnikërinë e Ymerit e liron atë të kthehet në vendlindje të nusja e tij. Kjo këngë këndohet për dy besë, për besën e gruas ndaj bashkëshortit dhe besën e burrit ndaj fjalës së dhënë që i kishte dhënë mbretit në këtë rast. Shohim edhe një tekst tjetër, Omeri i Ri. Në tregimin Omeri i Ri paraqitet jeta një vashe të bukur e cila sakrifikon çdo gjë vetëm për të ruajtur nderin e familjes. Ishte një plak me një vajzë të vetme, është subjekti, i cili mërzitej që nuk ishte një djalë, por nuk ishte i vëdijshëm për thesarin që kishte në shtëpinë e tij, do të thotë plaku. Bajlozi kishte dërguar letër plaku duke kërkuar të luftonte me të ose t'ja merrte vajzën e tij. Me gjithë kërkesën për ndihmë të plakut nga burrat e fshatit, në fund vajza vendosi të vishet si mashkull dhe të luftoj me bajlozin e zi. Kështu ajo doli përballë bajlozit dhe luftoi me të. Në këtë tregim pra dëshmohet se sa burrnesha janë femrat shqiptare. Turku Rrëfeu rrëmbeu një arbre. Po lexoj edhe një herë sta. Kemi tekstin e fundit, Turku rrëmbeu një arbre. Për vuajtjet e popullit shqiptar, fajtori ishin turqit. Kjo është një herët dhe tema e këtij tregimi. Në qendër të ngjarjes është rrëmbimi i një arbre nga turqit. Skenë kjo e cila e bën lexuesin të pushtohet nga ndjenja e dhembjes për arbren dhe urrejtjes për turqit njëkohësisht. Si personazhe dalin trimat e njohur siç ishin Nik Peta e Pol Golemi, të cilët arrin t'i dalin përballë rrëmbyesit dhe ta vrasin atë. Mirëpo nuk arrin ta shpëtojnë jetën e gruas së rrëmbyer, e cila ishte gruaja e Nik Petës. Pas kësaj ngjarje, trimit Nik Peta i ushtua edhe më shumë urrejtje ndaj armikut dhe në shumë luftra ai preu koka armiq. Dashur nxënës, ishte kjo tëra për sot. Mirëmbëjtje.